Pse ne si zyrë punojmë shumë me emigrantët e Amerikës, Kanadas përkundrejt e emigrantëve të Europës? Shikoj çfarë ndodh. Emigrantët shqiptar vendos të shes apartamentin e vet në Tiranë dhe gjëja e parë që shkon në mendje është të kontaktojë me një familjar, kushëri, vëlla, motër dhe thotë dua të shes shtëpinë me gjë një blerës. Tani, familjarët mund t'i drejtojnë një komshiu apo një miku, një shoku për apartamentin nuk kanë shumë blerës, nuk din ta kualifikojnë blerësin. Vjen emigranti nga Europa në Shqipëri, nuk arrin ta shesin herën e parë sepse blerësi nuk ka legët, nuk kanë bërë procedurën mirë, por emigranti nga Europa nuk e ka problem këtë pjesë sepse pret një biletë me Wizz Air dhe vjen 2-3 herë në Tiranë. Ndërkohë që emigranti që jeton në Amerikë dhe në Kanada është më larg. E para një herë ky emigrant njeh shërbimin imobiliar sepse është shpikur në Amerikë dhe Kanada si shërbim. Pjesa tjetër, emigranti i Amerikës dhe Kanadas në pjesën më të madhe nuk kthehet më në Shqipëri, nuk ka nga ato ëndra që kanë emigrantët e Europës që dikur mund të kthehen në Shqipëri. Ka ndërtuar jetën aty, ka vendosur të shesë apartamentin dhe tani duhet shërbim profesional në mënyrë që të vi vetëm një herë në Shqipëri për të firmosur kontratën dhe për të marrë legët. Nuk e ka luksin emigranti i Europës dhe Kanadas që të vijën e parë, blerësi nuk i ka legët. Vijën e dytë, gjose na mungon ky dokumenti dhe të mbaroj punën herën e tretë. Tu pikërisht specializohemi ne. Ne bëjmë dy gjëra të mira për emigrantët shqiptar dhe veçanërisht për ata të Amerikës dhe Kanadas. Janë larg, ne japim një vlerësim real për pronën që ai ta shesi pronën me çmim tregu dhe jo më lirë. Pjesa tjetër i mbulojmë gjithë dokumentacionin procesin e shitjes si emigranti mos të vi 2-3 herë në Tiranë për të mbaruar punën. Kështu që nëse ky përshkrim plotson ato kushtet ku jetit, ka ardhur momenti për të shitur apartamentin në Tiranë dhe do një shërbim profesional, kontakto me njerë, t'japim vlerën reale të pronës, më pas nëse dëshiron të bëjmë dhe procesin e shitjes, që siç e thash më sipër, të vish vetëm një herë me avion, firmos kontratën, merr lekët e tua dhe të tilla shitje kemi bërë shumë të ditët dhe javët e fundit. Presim telefonatën tënde.